Në sondme ne nuk identifikonim dot që kishin qenë deputetë legislaturës së fundit. Ti nuk identifikon as ata që kanë ikur, as ata që vinë praktikisht për shkak se edhe kontingjenti që i rreth TPS është një kontingjent pothuajse i ri, në kuptimin edhe pa kontribute dhe paktën pa kontribute të dukshme për publikun, për një masë të gjerë. Unë nuk mund të paragjykoj se si mund të jenë në të ardhmen edhe ato që do të demonstrojnë sigurisht. Por qëndrojnë pak te Partia Demokratike, meqense morëm një shihet parë për PS-n. PD-ja dhe lista zoti Kulluri ju i njihni mirë, keni qenë dhe pjesë e strukturave, një pjesë të emrave besoj shihni të ricikluar dhe u adini historikun dhe pjesa tjetër ndoshta janë disa prurje që mund të konsiderohen të reja apo i shihni të pakta dhe në miniatur. Nuk ka asgjë të re në mënyrën se si ka funksionuar edhe këtë herë procesi. Ka një të re, domethënë që ndryshon mënyra si gënjen njerëzit, që do ketë garë, por nuk ndryshon në vetvete gënjeshtra madhe. Sepse në moment që ti thua unë do bëj primare, mbas primare nuk ka më përzgjedhje nga kryesia. Në Amerikë nuk mblidhet më Partia Republikane, që mbas primareve të heqi Martinet për Kullurin garë përballë një demokrati. Megjithatë, zoti Kulluri, me aq sa dëgjuam ne nga kjo përmbledhje gazetare, do duhet presim listat për formalizimin final. Jo, duhet të bëj një ndërhyrje me qenë tek primaret. Duket se një pjesë e mirë e kandidaturave që ja kanë dalë në primare janë pjesë e listave, edhe listave të sigurta në disa prezonave. Përjashton në këtë rast Elbasani, diskutime ka pasur Shkodra dhe Elbasani me Dashsul. Pra është ndjekur parimi primareve vende. Para raste përjashtimore. Tani, o bëj primare, o s'bëhet primare. Nuk ke ngelur pak me barë. O je, o si je. Tani, ca hyn në listat mbyllet, ca nuk hyn. Pra, ca që nuk i ka dashur partia, kanë shkuar në listë mbyllur sigur se i do kryetari, ca që nuk i ka dashur partia, kanë ndjekur rrugën e kundërt. E ka dhe rregulloria e primarëve këtë. Praktikisht, kur unë vendosi të futem në një garë, lexoj rregullorën dhe nëse nuk më pëlqen nuk futem. Demokracia nuk është çështje formale edhe gara, liria. Po procedura është pastaj, në fund është procedurë. Primaret janë edhe çështje legale dhe formale. Është një gjë teorike, por në momentin kur ti do ta implementosh, do të zgjidhësh procedurën. Unë do të jem dakord me ty nëse ti thua që kushtetuta vit 76 ka qenë kushtetuta demokratike, se ishte kushtetutë. Kushtetutë ishte. Po ishte kushtetuta një diktaturë. Po ishte kushtetutë, ishte rregullonte diktaturën. Në PD nuk përzihet njëri se flas mirë për diktaturën, se ashtu si parti, kështu që është diktat i njëshit, është e qartë. Kjo parti nuk ka rregullë loje. Tjetër gjë, nëse ne bisedojmë është më mirë ashtu siç thua ti ose siç është, okay, ne mund të themi të dy bashkë të njëjtën gjë, që është shumë mirë kështu siç po gjykon ti. Po vetëm se ka pasur një rregullore e cila e parashikonte këtë gjë, që nëse ti del i parë në primare, jo automatikisht mund të jesh i parë tek lista e mbyllur. Ose ka qenë një rregull i parashkruar. Po, okay, këtu është pastaj standardi primare. Atëherë mund të gjykojmë standardin primare. Më mirë ka qenë kur i propozonin degët. Po është parashikim statutor zoti Kulluri, se po e bëjmë një diskutim të vjetër për primaret që tashmë kanë mbaruar. Po këtë pasa po të them. Këto kandidatura kanë rënë dakord me këto rregulla loje. Po Alba, o ka primare. Kush është kushti i dytë i parë? Ky është problemi. Se i pari dhe ai do çepi doktorin pas se fitonte, dilte i pari. Ky ishte filtri i parë, por jo i vetëm. Martin, kë do doktori po kaq. Është listë para caktuar. Ta mbaroj pak. Po më fal. Mbarojeni zoti Kulluri, mbarojeni idenë që më pas të dëgjojmë edhe pjesën tjetër për PD-n. Spari, dëmi i madh që ka bërë Partia Demokratike është goditja e listave të hapura, kodiciator. Që në momentin që ata ulën me Edi Ramën për të mbyllur listat në masën 100% për PD-n dhe 70% për PS-n, ata kanë shkatruar garën dhe konkurrencën këto zgjedhje. Dhe jo vetëm kjo, por na kanë detyruar edhe ne të tjerëve të bëjmë hile ligjore tani për të marrë listat e hapura siç kemi zgjedhur ne të djegim listën e mbyllur. Dhe nuk ishin as të drejtë i përcaktonin atyre që do ta votojnë ne listën e mbyllur. Po e bën këtë sepse kjo është hera parë që kemi autokraci bipartiake. Nuk ka ndodhur një gjithmonë ka një autokraci pushtet dhe një opozitë që lufton për lirinë në opozitë. Të dy palët kryesore këtu po bëjnë çdo gjë për të mbyllur lirinë politike, ekonomike, për të shkatruar institucionet demokratike dhe për të ndërtuar një qeveri, një majorancë ose në fakt një sistem politik jo demokratik kushtetues që bazohet ndaj pushteteve, po te dora e kryeministrit. Meqense po flisni për bipartiakët në këtë rast. Ky model i një shteti që drejton kryeministri është dhe partia kryesore të opozitës, që gjithë partinë e drejton Sali Berisha. Pra ti mund të kesh 0 vota dhe je në listë mbyllur si do çepi doktorit. Kjo ka ndodhur. Problemi i dytë që ka lista. Kush është zoti Kulluri, bëuni konkret, kush është me 0 vota dhe që është sot pjesë e listës së mbyllur? Keni ndonjë kandidat? Ti kupton, do të thonë 0 vota. Çukur kuptoni që Treçeku i drejtuesve të qarqeve janë humbës serial. Si drejtues qarqesh në 2017, 2021. Pra njerëz që janë përballur me betejë. Jo në përballur, kanë thyer të rit në betejë, se përballja është një gjë dhe del me dinjitet. Kur ti humb 3 palëzjedhje, të prapë çon po të njëjtin njeri, ti po jep mesazhin që modeli këtë parti është modeli humbës.
Dhe unë këte provën kur i Samin vitin 2015. Bashkë me 15 kolegë tjerë që drejtuan fushatët për bashkit fituse, na flakën gjithë me rrugë. Se largo zot që fitusit të vazhdojnë të bëjnë karrierë në parti, se na rrezikohet udhëheci.